Çfarë duam të bëhemi, çfarë na pëlqen të bëjmë, dhe si mund të ndërtojmë një rrugë suksesi që fillon pikërisht sot këtu. Dita e karrierës është një urë që lidh shkollën me botën e punës. Ajo na jep mundësinë të mësojmë nga përvojat e profesionistë, të dëgjojmë historitë e tyre të suksesit dhe të frymëzohemi për të ndjekur me guxim rrugën tonë drejt qëllimeve që kemi. Gjatë këtij aktiviteti do kemi mundësi të njohim më mirë profesionet që ju nxënës të ndërroni, të dëgjojmë shembuj frymëzues nga profesionistë dhe të marrim këshilla të vlefshme për hapat e parë të së ardhmes. Sepse çdo ëndër fillon me një ide, dhe çdo karrierë madhe fillon me një hap të vogël. Dhe ndoshta ai hap i parë do fillojë sot. Tani, gjatë orëve të zhvilluara në shkollë mbi karrierën, nxënësit tanë kanë përzgjedhur 8 profesione, të cilat do t'i prezantojnë tani përmes informacionit dhe stendave që kanë përgatitur vetë ata. I ndjekim. Megjithëse puna e tyre është e lodhshme dhe shpesh me shumë presion, inxhinierët trajnorojnë frymësor në përparimin e shoqërisë dhe përmirësimin e jetës së përditshme. Ata kontribuojnë në ndërtimin e infrastrukturës, zhvillimin e teknologjive të reja dhe krijimin e zgjidhjeve që bëjnë jetën më të lehtë, më të sigurt dhe më të komode për njerëzit. Fal punës së tyre, bota e përpara dhe sfidat e së nesërmes bëhen më të kapërcyeeshme për të gjithë. Disa avantazhe të inxhinierisë kërkon shumë vite arsimimi dhe përkushtimi. Inxhinierët duhet të marrin vendime të rëndësishme që ndikojnë në sigurinë dhe performancën e projektit. Ata shpesh punojnë me orare të zgjatra për të përfunduar projektin në kohë. Arsimimi inxhinierik dhe pajisjet e nevojshme janë të shtrenjta, puna e vazhdueshme dhe afatet e shkurtra mund të shkaktojnë stres dhe rrezikë. Avantazhet e inxhinierisë. Inxhinieria ndihmon në gjetjen e mënyrave të reja për të zgjidhur problemet të jetës së përditshme. Gjithë krijim të ri, shpike dhe zhvillimin e ideve të reja. Fali inxhinierëve, teknologjia përparon çdo ditë. Profesioni mësuesisë ofron shumë përfitime për vetë mësuesin për nxënësit e shoqërisë. Mësuesi ka mundësinë të ndikojë drejt për drejt në formimin e njohurive, vlerave dhe sjelljes së nxënësve, duke ndihmuar që brezat e rinj të rriten më të përgjegjshëm dhe më të ditur. Ndjenja përmbushjes që vjen kur mësuesi shet nxënësit të mësojnë dhe të përparojnë, është shumë motivuese dhe e bën punën e mësuesit të veçantë. Ky profesion ofron siguri në punë, orar të rregullt dhe mundësi të vazhdueshme për rritje dhe zhvillim personal. Mësuesi ndërton marrëdhënie të ngushta me kolegët, nxënësit e komunitetit dhe ajo bën jetën profesionale më të këndshme dhe më të pasur në përvoja. Përgjegjësia është një nga disavantazhet kryesore të profesionit të mësuesisë. Një mësues nuk ka vetëm detyrë të mësojë lëndën e vet, por edhe të ndikojë në formimin moral, shoqëror dhe emocional. Ne kemi zgjedhur të prezantojmë një profesion shumë të veçantë. Sportist nuk është e lehtë, kërkon përkushtim, disiplinë dhe shumë punë, por shpërblimi është shumë i madh. Ne jemi këtu për të prezantuar këtë profesion kaq të bukur dhe janë disa nga arsyet. Rëndësia që ka profesioni. Çdo profesion ka vlerën e vet dhe ndihmon në zhvillimin e shoqërisë. Profesioni që zgjedhim tregon se kush jemi, çfarë duam dhe si mund të kontribuojmë ne për të tjerët. Të jesh sportist nuk është vetëm të luash një lojë, por të ndihmosh njerëzit të kuptojnë rëndësinë e shëndetit, të disiplinës dhe të përpjekjes. Si çdo profesion tjetër, edhe sporti kërkon pasion, durim dhe përkushtim të vazhdueshëm. Rëndësia të qenit sportist. Të jesh sportist nuk do të thotë vetëm të shërbitesh apo të luash, por të jesh shembull për të tjerët. Një sportist tregon se me vullnet, durim dhe punë të vazhdueshme mund të arrijë çdo gjë. Ai përfaqëson mendjen e tij, i jep shpresë të rinjve dhe i mëson të mos dorëzohen. Avantazhet e sportit. Sporti sjell shumë përfitime. Ai ndihmon trupin të qëndrojë i shëndetshëm, po ashtu edhe mendja të jetë sa më e qetë. Përmes sportit mësojmë të bashkëpunojmë me të tjerët, të respektojmë rregullat dhe të luftojmë me ndershmëri. Ai na jep energji, vetbesim dhe motivim për të balluar çdo sfidë. Për më tepër, sporti është një mënyrë shumë e mirë për të lodhur miq të rinj dhe për të kaluar kohën
mjekësia dhe karrierë, ndihmon njerëz, është profesion human, por ka mundësi të shpëtosh jetë dhe të përmirësosh shëndetin e njerëzve. Mjekët vlerësojnë shumë të shoqëri për ndjenjën dhe kontributin e tyre. Mjekët janë gjithmonë të kërkuar si në spitale publike, ashtu edhe private. Dhe përgjithësi, mjekët kanë pagat e mira dhe mundësi për zhvillim profesional. Diploma në mjekësi mund të jetë edhe jashtë vendit duke të lejuar të punosh kudo. Është në fushë ku mëson gjithë jetën, pasi mjekësia përparon çdo ditë. Dima qëre pacientëve se në ndjenjë mirënjohje në necessiti personale. Ti mund të zgjedhë fusha të ndryshme, si psikologji, psikiatri, stomatologji e tjerë. Bashkëpunon me mjek, infermierë, profesionistë e tjerë që zgjedhin punën më interesante. Mjekësia përdor pajisje moderne, inteligjente, artificiale, është shumë rëndësi që e përmirësojnë me dinamikë. Çdo përvojë pacientë mëson durim, kognitiv dhe përgjegjësi. Përveç ndihmës individuale, mjekët ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të gjithë shoqërisë. Disavantazhet e mjekësisë janë kërkon shumë vite studimi dhe praktike, orari është shumë i kërkuar me koordinatën së fundjavëve, është punë me shumë stres dhe përgjegjësi, mjekët shpesh përbahen në raste të vështira emocionale, ekziston rreziku i infeksioneve ose sëmundjeve gjinëse, ka nevojë për mësim të vazhdueshëm për të qenë në hap me shkencë. Roli i mjekut në shoqëri. Mjeku është një figurë shumë e rëndësishme në komunitet, sepse kujdeset për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ai edukon shoqërinë për parandalimin e sëmundjeve dhe ruajtjen e higjienës. Merr pjesë në programe humanitare dhe ndihmon gjatë fatkeqësive natyrore ose emergjencave. Ndihmon njerëzit të ketë një stilje jete më të shëndetshme. Roli i tij nuk është vetëm të shërojë, por edhe të frymëzojë dhe të mbështesë pacientin. Disa nga arsyet sepse duhet ta zgjedhim mjekësinë janë: mjekësia është një profesion fisnik që ndihmon njerëzit në momentet më të vështira. Jep një ndjenjë të thellë përgjegjësie dhe humanizmi. Siguron një të ardhme të qëndrueshme dhe mundësi zhvillimi. Na mëson durim, përkushtim dhe komunikim me njerëzit. Sjell fitime shumë të mira. Mjekët janë një shembull i sakrificës dhe përkushtimit ndaj shoqërisë. Dhe mjekësia shpëton jetë. Mjekësia është një profesion që kërkon shumë përkushtim, durim dhe dashuri për njerëzit. Edhe pse ka vështirësi, ajo mbetet një rrugë e bukur dhe me vlera të mëdha. Të zgjedhësh mjekësinë, do të thotë të zgjedhësh, të ndihmosh, të shërosh dhe të japësh shpresë për jetë më të mira. Degët e juridikut. Juridiku ndahet në disa degë: e drejta civile, marrëdhënie mes njerëzve, e drejta penale, dënimet për shkeljet, e drejta kushtuese, rregullat e shtetit, e drejta ndërkombëtare, marrëdhëniet në shtet. Juridiku është një shtyllë kryesore e shoqërisë, ai ndihmon në ndërtimin e drejtësisë së paraqitur për të gjithë. Edhe pse është një rrugë e vështirë, është shumë e thjeshtë për të ardhur në përmirësimin e njerëzve. Të bërë shoqërisë është një zgjedhje e mirë, sepse ndihmon njerëzit, mbron drejtësinë dhe kontribuon në shoqëri. Ky profesion të zhvillon mendimin kritik, aftësinë e komunikimit dhe ofron shumë mundësi karriere me stabilitet dhe fitime të mira për të ardhmen. Ne kemi zgjedhur profesionin e mekanikut. Mekanika është një profesion shumë i rëndësishëm në shoqërinë moderne. Mekanikët kujdesen që mjetët të funksionojnë siç duhet, duke riparuar defektet dhe duke kryer mirëmbajtjet e nevojshme. Puna e mekanikut kërkon një uri të mira teknike dhe aftësi praktike. Ai përdor mjete si çelësa, ngrica, kompjuter diagnostikimi dhe shumë pajisje të tjera. Mekaniku zbulon dhe rregullon problemet e motorit, sistemit të frenimit, vajosjes, elektronikas e tjera. Në ditët e sotme, në zhvillimin e teknologjisë, mekanikët duhet të jenë të aftë të punojnë dhe me automjete moderne dhe hibride. Përmes analizës financiare, planifikimit buxhetor dhe menaxhimit të rrezikut, financa ndihmon në marrjen e vendimeve të menaxhuar për përdorimin më efikas të kapitalit. Një sistem financiar i shëndosh siguron stabilitet ekonomik dhe mundëson rritje të qëndrueshme për individët dhe organizatat. Menaxhimi është arti dhe shkenca e organizimit, planifikimit, drejtimit dhe kontrollit të burimeve njerëzore dhe materialit për të arritur objektivat e saktuara. Një menaxher i mirë do të motivojë punonësit të mbajnë detyrat në mënyrë efikase dhe të marrë vendime strategjike në kohën e duhur. Menaxhimi efektiv është shtylla kryesore e çdo organizate, sepse pa drejtim të qartë dhe kontinuim, asnjë biznes nuk mund të funksionojë me sukses. Okej, faleminderit. Ishte të përgjithshme. Tani, ndërkohë që do ulemi, ju lutem secili nga profesionet të bëjë një përshëndetje dhe të shkojnë fort.
Fillojmë me ju, ekonomia. Në këtë aktivitet nuk mund të linim pa përfshirë edhe ata nxënës, që sapo kanë nisur të ndërrojnë dhe të përmirësojnë dëshirat e tyre për të ardhmen. Me shumë kënaqësi ftojmë të prezantojmë qytetin e profesioneve. Unë jam mësuese dhe më pëlqen të flas fëmijët me ndjerë dhe kam mundësi të bëj prezantash. Unë jam mjeke dhe shëroj njerëzit që të jetojnë të shëndetshëm. Asgjë s'ka asohet me gëzimin e një jete të shpëtuar. Jam politim, unë kroj qytetin dhe sigurinë e njerëzve. Unë jam gjatisi, unë nuk kam të zjarë të shpëtoj jetë, çdo ditë është një mision heroik. Unë jam fermere, unë rizbi me tash për të ushqyer të gjithë. Jam afër natyrës dhe punoj me duart e mia. Unë jam kuzhiniere dhe përgatis ushqime dashuri dhe të dhejtë shije të reja që i bëj njerëzit të lumtur. Unë jam punonjës social dhe ndihmoj njerëzit dhe familje në vështirësi. Unë jam psikolog, unë dëgjoj të ndihmoj njerëz të gjejnë qetësi, ndihmoj shpirtin jo vetëm mendin. Unë jam arkitekt, unë ndërtoj ëndra në formë shtëpie. Çdo projekti im i bëhet pjesë e qytetit. Unë jam inxhinier, unë ndërtoj rrugë, ura dhe shtëpi. Unë jam elektricist, unë sjell dritë në çdo shtëpi, pa mua të gjallë shtatë. Unë jam mekanik, unë riparoj makinat që të përsëri dhe çdo ditë nëse kërcet të rrjetet teknologjike. Unë jam avokat, për të drejtat e njerëzve, drejtësia është arma ime. Unë jam programuese, unë krijoj botë virtuale dhe zile digjitale që të shojë jetën në IT. Unë jam gazetare, unë sjell lajme të vërteta, fuqia ime është të vërteta dhe informacioni. Unë jam kontabilist, kujdesem për numrat dhe financat, pa mua ekonomia nuk të zhvillohet. Unë jam ekonomiste dhe bëj planifikime, marr vendime që ndikojnë në të ardhmen. Unë jam gjyqtari, zbatoj ligjin me famësi dhe vetëm unë e drejtësi për të gjithë. Unë jam menaxher. Unë ndërgjej ekipe për ndihmoj të tjerë të kenë sukses, rrafësi të bëj njerëzit të punojnë së bashku. Unë jam sipërmase, krijoj ide dhe i kthej në realitet. Jam krijues të mundësive të reja. Unë jam robotike që sjell në jetë, rroba që sjellin si, kënaqem kur shikoj krijesat e mia në rrugë. Unë jam parokiere dhe çdo ditë e nis me buzëqeshjen e njerëzve. Unë jam artiste piktore, tregoj botën me gjyrat edhe çdo vepër është një top shpirt. Unë jam muzikante, unë luaj tinguj që prekin zemra, unë bashkoj njerëz. Unë jam aktore, unë sjell emocion dhe histori në skenë, jetoj shumë jetë përmes roleve. Unë jam fotografe, kam momente që sten në dhe i krijoj kujtimet për gjithmonë. Unë jam punonjës e turizmit, promovoj bukurinë e kulturës time dhe një kulturën e njerëz të injinjerit. Unë punoj me duar për të krijuar gjëra të bukura, përdor bashkëpunime dhe turime dhe bashkoj krijimtarin me traditë. Unë jam punonjëse bashkie, ndihmoj qytetin të jetë i pastër dhe i bukur. Unë jam veterinere, kujdesem për kafshët me dashuri dhe punoj me miq me besnik të njerëzit. Unë jam përkthyese, lidh gjuhë dhe tradita të ndryshme, kam botën e duart e mia. Unë jam punonjëse biblioteke dhe ruaj libra dhe dije dhe jam gjithmonë pranë historive të bukura. Duke kryuar bashkëpunim e qytetari aktive dhe mbetet një shembull për mësues për të rinj, që dëshmojnë se puna dhe pasioni ndërtojnë suksesin. Mirëserdhje dhe profesor.
Zonja Mirela Ukaj, me një përvojë mbi 30 vjeçare në fushën e infermierisë dhe kujdesit qytetësor, aktualisht është infermier në maternitetin e Spitalit të Rëshenjit, në kryetare e Urdhrit të Infermierëve të Çarkëflesh, e cila kontribon në mbrojtjen të drejtave të personelit qytetësor dhe ngritjen e standardeve të kujdesit ndaj pacientëve. Me përkushtim dhe dashuri për profesionin, ajo përfaqëson modelin e infermierës humane që e kryen misionin e saj me zemër dhe përgjegjësi. Mirë se erdhën. Zoti Erman Duka, një sipërmarrës i suksesshëm që ka zgjedhur të ndërtojë biznesin e tij në vendlindje, duke u bërë shembull i zhvillimit rural dhe turizmit të qëndrueshëm. Ai është themelues dhe menaxher i agroturizmit Kanun, një nga destinacionet më të njohura të turizmit familjar dhe kulinar në zonën e Mekitës. Shembull frymëzues se si puna, përkushtimi dhe dashuria për natyrën mund të kthehen në një histori suksesi që ndihmon komunitetin dhe nxjerr punësimin lokal. Mirë se erdha. Zonja Angelika Gjini, një profesioniste e përkushtuar në shërbim të komunitetit që ushtron detyrën e saj si specialiste në Bashkinë e Mirëvitës. Përmes profesionalizmit, korrektisë dhe aftësisë për bashkëpunim, ajo kontribuon në zbatimin e projekteve dhe nismave që përmirësojnë jetën e qytetarëve. Ajo përfaqëson brezin e specialistëve të rinj, që sjellin energji dhe ide të reja në administratën vendore. Mirë se erdhe. Zoti Gjergj Marku, një personalitet shumë dimensional, me kontribut të zyrë në kulturë, media dhe zhvillimin e komunitetit mirëtor. Me pasion për komunikimin dhe artin e fjalës, ai ka ndërtuar një rrugtim të pasur si gazetar, redaktor dhe drejtues mediash lokale. Ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në jetën publike e kulturore, duke shërbyer si drejtori i Pallatit të Kulturës dhe mbeti një frymëzim për të rinjt, një shembull i përkushtimit, pasionit dhe dashurisë për kulturën, vendlindjen dhe fjalën e lirë. Përmes përvojës dhe shembujve konkret, ata do të ndajnë me nxënësit informacion mbi drejtimin profesional, praktikat mësimore si dhe mundësitë e mundësimit që ofron pas përfundimit të studimeve. Mirë se erdhe. Një kënaqësi tjetër e veçantë për ne sot është prania e zonës Manula, menaxheri i trajnimeve dhe akreditimeve pranë Junior Achievement of Albania, një organizatë ndërkombëtare që punon me shkolla për të zhvilluar tektorinë aftësitë jetësore, financiare dhe sipërmarrëse. Junior Achievement synon të përgatisë nxënësit për të ardhmen, duke i ndihmuar të kuptojnë më mirë botën e punës, ekonominë dhe sipërmarrjen përmes programeve praktike përmirësuese. Sonja Manjola do na flas sot për rëndësinë e zhvillimit të aftësive sipërmarrëse dhe nxitjes së menimit kritik, punës me ekip dhe bashkëpunimit të suksesit profesional. Mirë. Ju falenderoj profesoresh për ftesën, po edhe ju përgëzoj për aktivitetin. Çështja e zgjedhjes një profesioni, fillimi i një karriere, është si një trup i gjallë, ku e tëra janë profesionet e ndryshme, janë degët e ndryshme në universitetet dhe në shkollat e larta. Kryesisht ca prind thotë djalin ose vajzën e kam shumë të zgjuar. Din 3-4 gjuhë të huaja. Në përgjithësi, unë mësues nuk bëj shumë gabime ndryshëm, po nuk e zotroj. Ai din 4 gjuhë të huaja nga shtatë. Pra, po ta pyesish një pjesë mirë të prindve, thotë është shumë inteligjent. Profesioni infermierisë dhe mjekësisë më ka pëlqyer jashtëzakonisht, që e vogël e kam filluar pasionin për mjekësinë, pasi gjithmonë edhe kur luanim kur ishim moshën tuaj, zgjidhja rolin e kirurgës ose të infermieres. Kjo është një profesion shumë i vështirë, aq i bukur, aq me emocione, ka dhe stresin, përjetojmë gjithçka me pacientin. Unë kam pasur edhe faktin që punoj në maternitet për shumë vitesh, edhe shumicën për jush ndoshta e kam prehuar në përduar, e kam përjetuar emocionet bashkë me nënat e juaja, dhe ky është një profesion, si thash, edhe i bukur, por edhe i vështirë. Ka pas orë të gjata pune, mungesë personeli kohët e fundit, largimi i infermierëve, megjithatë infermierët mbetet profesionin më i kërkuar sot për sot në përballë. Është një pasi e veçantë
të flasë për para jush. Jam thirrur shpesh herë në panele të tilla dhe unë kam thënë gjithmonë pa letër. Sot ndoshta më jep pak i vështirë se përballë fëmijëve nuk kishin i letër para se mos bëj gabime, sidomos me ju. U emocionova kur pash dy nxënës që kishin ato skopa të komunë. Edhe u emocionova vërtet, sepse unë kam 4 fëmijë, ashtu gati në shtuj më të vëzhgë. Edhe kam një tabelë këtu, mas shpine, çdo punë ka vlerë nëse bëhet me dashuri. Edhe unë pikërisht vi nga ajo punë që kam zënë me dashuri. Agroturizmi. Agroturizmi është një fjalë ndoshta e panjohur për ne, no? Por ka ato dy fjalë, po t'i dash, kuptohet normalisht agro që është bikësia dhe turizmi, turistët. Por është ndër punët që bëhet më me knajësi dhe knajësia fillon tek familja dhe dashuria fillon tek familja. Ashtu si që kam bëhë unë, duke bëhë gjithçka me dashuri. Këtë dashuri pikë parë kam vendosur për atëdhërën tonë. Masanej për një ditër, masanej për familjen time. Pra gjithçka fillon me dashuri edhe ma zemrën për ta bëhë këtë punë. Agroturizmi në vete është një shprehje, një mënyrë e të shprehurit të dashurisë në mënyrë moderne, sotit. Por në gjithë zonja vjen aty në katën fshatë. Ka një lodhje të jashtëzakonshme, por në fund të ditës ka një kënaqësi të pamatur. Faleminderit të veçantë për organizatorën zonën Agroraleti. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë për qenë pjesë sot e këtij paneli me profesionistë të ndryshëm, ku secili po ndan pasionin dhe eksperiencën e tij. Kënaqësi gjithashtu që jam parë një audiencë me nxënës dhe të rinj që janë parë një vendim shumë të rëndësishëm i tyre, siç është zgjedhja e profesionit dhe karrierës së së ardhmes së tyre. Unë vi nga administrata publike dhe shërbimi publik, jam të folur në lidhje me punën që bëj për vitësh, por edhe për t'ju inkurajuar ju që pse duhet ta zgjidhni administratën publike dhe shërbimin publik. E parë nga jashta, administrata publike është shumë diçka formale, një furnizore me vendime, procedura të ndryshme, por në të vërtetë është lot jetë dhe ndikim në jetën e përditshme të cilit nga ne. Sot punosh në administratën publike, padyshim mendoj që çdo mendim që ne marrim në përditshmërinë tonë në punë, duke qenë sa më afër qytetarëve, duke i dëgjuar problematikat e tyre që çdo ditë ato transportojnë dhe investojnë në institucionin tonë, profesioni që ne kemi zgjedhur të bëjmë dhe shërbejmë në institucion, ka ndikim në rritjen e cilësisë së jetesës dhe në rritjen e përgjegjshmërisë tonë si punonjës administratës për të ndihmuar që të kemi cilësi të jetës së përbashkët në komunitet. Unë ka dhe nga të rrët një vite që më ndarë dhe se ka më shtë të rrëtesh, të vërde këtë qasështë. U të dojë disa në qytet, njërë në atje, policë që njërë, një tjetër ka qënë në një profesion tjetër, edhe të të gjemë orë për e kohë, që ka ndodhë i këtë impresion të tjetë punë. Ska mundësi tjetë specialistë. Edhe i thashe edhe t'i bëj profesorit, sepse gazeria të mbanë deri për në punë. E mi bëj deri për në punë, e që një gazetarë të kërë, i në montanjeri italian, Anatanasio, Ivo Candito, profesor të ndojë që kanë kalu gazetarin e disa grupe civile. Ato kanë tek në kamë, kjo është gjë në të tjesish në kamë të profesionit. Që që unë do t'i thurë hymë profesorit tim, profesorit që është gazetarë formulativ me njërë. Gjithë jetë kjo, në të unë gjesin sot dhe dy gjysha të kapja e presidentit. Edhe ishtë të levon, vetë me thafurë. Edhe të më thonë buferë, që të më prime telefonin në shumë e tjetës në konë jemë. Da shumë në si kur uftonë dhe publisite me ju. Që e po ka jo, për në këtë profesorën që shkoj profesorët. Me ju sot është të ndryshme, se po ka parë në vitës nuk tjetë mundësi kërëzit. I nuk në zile të nga vëna, sepse përsaktosh, që një struktur tjetër, që përsaktur e tjetër që është kërëmen. Nësa sot, pasion, talenti, rundin, mund të zhvillosh. Nga shkolla Shënjezefi,
Ditën e djeshme kena pas 25 vjetorin e krijimit të kësaj shkolle, si qendër e ka fillu me 74 nxënës, ku sot jemi 456 nxënës. Do thot një arritje në 25 vjet, një arritje shumë e madhe, por kjo do thot edhe diçka tjetër se të rinjt po zgjedhin profesionin, duke po edhe trendet e tregut, industrive, gjitha këto, sot të rinjt po zgjedhin edhe profesionin dhe është shumë mirë si gjithë vendet perëndimore, ku profesionit dhe shkollave profesionale ju japin një rëndësi shumë madhe, për arsye sepse sot mund nëpërmjet shkollave profesionale, duke marrë një profesion, del në treg, del në punë shumë më shpejt se një, domethënë, shkolla përgjithshme ose një. Shkolla e Shenjës Zefi ofron 6 drejtime, ku është mekanika ose shërbime mjeteve transportit, termohidraulik, pra për pjesën e hidraulikës, elektrik, shërbime sociale dhe shëndetësore, hotelëri, turizëm që është një ndër sektoret kryesore dhe sektoret që kanë përparësi. Mendoj që duhet jeni mirënjohës që këta profesionistë kaq të zotë të qytetit tuaj ndarë në kohën e tyre të hyrë me ju në Tiranë. Ne kemi bërë këtë aktivitet në disa shkolla dhe me si nga fini, nga bashkia jo që nuk vjen njëri. Dhe megjithatë kjo është një gjë shumë e vlerë. Unë kisha përgatitur disa gjëra të thoja sot se më kishte dërguar dhe mësues arboror, po nuk do t'i them, se ju vërtet që të nxirrni jashtë skenarit, më dhat një energji shumë të mirë në fillim, është tipike moshës tuaj që i karikoni njerëzit dhe doli një aktivitet shumë i bukur. Më pëlqeu që dëgjova të gjitha profesionet që ju doni t'i bëni, që nga zjarfiksi dhe deri te programuesi, dhe uroj me gjithë zemër secilin për ju që të bëhet ai çfarë do, pa imponime, pa dëshirat e prindërve, dhe se nuk është keq që ata t'ju orientojnë, po jo t'ju imponojnë. Prandaj quhet edhe orientimi për karrierën, sepse do një farë orientimi. Po të pyesni fëmijën në klasë parë, ose dhe më të vegjël, ata do t'ju thonë gjithë si shkeni që ju dua balerin, dua mësues, sepse nuk kanë informacion, është ai profesion që shikojnë dhe më tej duke u rritur dhe duke marrë informacione ndryshojnë. Dhe ekspozimi ndaj karrierës, ndaj karrierave të ndryshme duhet të bëhet vërtet që në moshë të hershme. Dhe më të vegjël se ju, por dhe sa ju, sepse ju që tani, ata që do të doni me arshtimi profesional, atë që po thoshte parafolsi, është madje vonë, do duhet që të vendosni, dhe unë ju inkurajoj vërtet që disa nga ju të zgjedhin arsimin profesional. Ka ndryshuar vitet e fundit, megjithatë në Shqipëri u bë si trend që të gjithë duhet të ishin me diploma të universiteteve të larta, ndoshta kjo një gjë e mbartur nga kohët e tjetra ku nuk arrinin të zgjidhnin shkollën që donin, jo të gjithë ishin me shkollë të lartë pse kishin mësuar, dhe prindrit i shtynin të gjithë fëmijët drejt asaj që bëheshin ekonomist, jurist, mjek. Dhe sot fatkeqësisht ka një farë mos rakordimi të asaj që ofrojnë universitetet me ato që ofron tregu i punës. Atëherë, nxënës të nderuar, stafi i mësuesve, një dorë duke qenë fort për gjithë panelin. Sot, nëpërmjet këtij interpretimi të bukur tuaj, nëpërmjet fjalëve të gjetura të panelit, arritët të zbuloni dhe të mësoni dhe vazhdoni me frymëzimin drejt karrierës tuaj. Faleminderit shumë të gjithëve dhe faleminderit mësues arborora për aktivitetin e shkëlqyer. Sukses të gjithëve.